إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن أصدق الكتاب كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Vazhdojmë me këto takime tona në këtë kohë pas namazit sabahut dhe lutim Allahun fuqiplot që më na dhon bereqet, përfitojmë prej këtyre takimeve tona se jem të e fol për një tematik që ka cekëm edhe dersën e parë, e cila tematik flet për një ibadet shumë madhështor dhe i cili shumë ja përfitime besimtarit, po shumë letë realizohet. Nuk ka nevoj me marr abdes, nuk ka nevoj me u kthy ka kiblja, munësh ulun, munësh rat, munësh të e ecë, munësh të e punu. Ajo është dhikri. E vlera e dhikrit për ato, alikum selam të Allah. Do të folim këtë takimin dersën e dytë, se me të vërtet njeriu shumë përfiton për i dhikrit. Allahu Ekber, mendja mos me ta marr. Mirë po, duhet me pas kujdes, jo vetëm një fjalë goje, por ajo fjalë duhet buron prej zemrës, me ditë kuptimin. E për këto do të flasim, inshallah, takimet tona pra, do të komentojmë mburojën e muslimanit. Sepse pejgamberi alayhi salatu wassalam, prej që është shëzu në mëngjes, deri kur ka ra me fjet, në çdo rrethon caktuar ka pas dhikrin e caktuar. Siç është ka thu, elhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur. Deri ai dhikri fundit kur flan që thot pastaj El Bera bin Azibit, edhe kjo do të vjen inshallah, nëse Allah na jep jetë. Thot pastaj mos fol asnjë fjalë tjetër. Kjo le të jetë fjala e fundit. Kur je shtrit, shuplakën e dorës djathtë e ki nër faqe të djathtë, në krah djathtë je shtri, edhe thu, pra prej mëngjesit deri në gjumë ki dhikre të caktume. E krejt këto dhikre janë tauhid i kullum, i pastër. Të lidhë me Allahun, të lidhë me tauhid, me njohshmërinë e Allahut subhanahu wa taala. Kjo ka domethënie të madhe se je i afërt me Allahun. Inshallah dersën e kaluam, të ardhëm, tashëm inshallah do të shohim çka do të thotë me kon me Allahun. Kur e përmend vetëm të kjo do të vjen inshallah sot në javë. Ana me abdi ila dhakarani. Unë me robin tem kur të përmend muaj. Çfarë fjale? Na kem nevojë me kona Allah gjithsesi është me krejt krijesa, ka dy meje, dy lloje të Allah me qenë me krijesa. Është i përgjithshëm edhe është i veçantë. Përgjithshëm me çdo krijesë është Allahu. Gjithmonë çdo krijesë nuk ka asnjë shkputje, diskontinuitet. Që mos me qenë përcjellat Allahut, çfarë do krijesat koft? Gjitha krijesat. Bota organike po dhe bota inorganike. Krejt. Po është ai i veçantë vetëm e besimtar kur e përmendin Allahun. Kjo ka vlerë të madhe, Allahu Ekber. A do me kon Allahu me ty qysh, nuk du, kam nevojë. Përmende Allahun. Edhe Allah është me ty. Që sa let. S'kam abdes, ani s'ka gale. S'jo me këthym ka kibla, s'është me rëndësi. Nuk jom qiyam kom, s'është me rëndësi. Rat, ani rat. Në çdo rrethon, në çdo pozit, në çdo moment. E njeriu sa do me jetu, pra posh një jetë e shkurt. Edhe pse ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allah e ka shkurtu jetë gjatësinë e njerëzve
Se dim, Nuhi a.s. vetëm pejgamber ka qenë 150 vjetë. Pejgamber. Sa ka jetu, Allahu alem. Asë njeri nuk ka lind pejgamber. Jeton një jetë caktume, pastaj Allah e gradon edhe bon pejgamber. E para se me u bo, nuk s'ka logjik, me kon pejgamber, pastaj me vdek si jo pejgamber. Kur e bon pejgamber edhe mu, deri vdek është pejgamber, jetë pejgamber. Kjo është grada ma e nalt. Titulli ma i nalt. Para emrit me thonë pejgamber Allahut filoni. Jo profesor doktor akademik. Pejgamberi Allahut. Kjo nuk arrit, nuk blehet. Kënd Allahu e gradon, e ngrit edhe bon pejgamber. Pra Nuh a.s. sa ka jetu para se mu pejgamber, Allahu alem. Muhamedi a.s. e dini, 2 herë ma shumë kohë ka qenë jo pejgamber, se sa pejgamber, 40 vjetë jo pejgamber, 23 vjetë pejgamber. Nëse këtë proporcion e aplikojmë të Nuh a.s. atëri bjena i 3000 vjetë ka jetu. 950 pejgamber, 2000 vjetë jo pejgamber, Allahu alem, do shta jo, me siguri se Ademi a.s. ma gjatë ka jetu, pa kur par dyshimi, a i ma gjatë ka jetu, se baba njerëzimit. Për me vazhdu lloji i njerëzimit, soi njerëzimit, ai duhet ma gjatë me jetu. Edhe shpesh me pas lindje hava. Se duhet me pas njerëz, numër. Edhe thot pastaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Allah e ka shkurtu derisa mesatari umetit tem është prej 60 deri në 70. Po ka dikush edhe ma tepër jeton, hajt let jeton edhe ma shumë, 100, 200, apo të vjen fundi, apo të është shkurt. Edhe pse thojnë disa alima është hadithit shpifur ose spakut daif, shumë daif, po e ka një farë logjike, një besimtare umetit Nuhit a.s. kanë tregu do të vjen se çdo pejgamber e ka paralajmëru ardhen Muhamedi a.s. Çdo pejgamber. Pa përjashtim. Edhe ku me ditë ka ardhur se 60-70 vjetë. 60 vjetë me jetua, po në 60 vjetë në sejtë kësha kalu. Se me mija kanë jetu. Për të qatë së përbojnë sabëra, mos me punu haramet, me boj ibadet Allah, 60 vjetë. Për ata, qelem shel sytë. E pra, kem jetë shkurt. Shumë jetë shumë e shkurt është. E çka është interesi jonë? Me shfrytzu maksimalisht kohën gjatë kësaj jete. Edhe me bo investime, me investu kapital, ku mas shumë ti përfiton. Edhe kështu bojnë tregtarët. Investoj një, më jap 10, jo kom zitu në investoj një, t'jap 20. E ky investim cili është, pa kur farë dyshimi dhikri. Ai investimi real, i cili në jep dobi, se Zotin njeriu çka ka pasuri, Allahu e sprovon me atë pasuri, Allah e ka dhënë atë pasuri. Jo, unë e kam trashigu, kam pas gjithmonë, dem babaden të pasur, mirë, a ka ardhë këtë dynja kur ke lind, a ka ardhë me pasuri? Jo, pra së është i yti. Këtu e ki gjithë, këtu ki me lonë. Jo në kom fitu me njerëz, e jam e është, atër mere me veti kur vdes, jo s'muna me marë. Pra, ja vledhina aminu, enfiku mimma rëzaknakum, min qabli an ya'ti yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala shafa'a. O besimtar, jepni për asaj cilet unë ju kom dhon juve. Për cilës pasur, unë ju kom dhon juve. Allah na ka dhon. Pra duhet me shfrytzu maksimalisht jetën. Me vepra të mira, që me bagazh sa më të madh me dal për Allah subhanahu wa taala, që për me atë bagazh të ibadeteve, Allah më na ka plu me rahmetin e tij. Se kur njeriu s'mundet, sa do me jetu edhe ata të partë. Sa do me jetu, s'mundet me fitu xhenetin e dini hadithin me veprat tia. Tu e përfshi dhe Muhammedin a.s. Asune s'muna me hin xhenet me veprat mia. Vetëm se me rahmetin Allahut. Për me fitu rahmetin Allahut,
duhet me bo shumë ibadete. Po, jo vetëm sasi, por edhe cilësi. Të shamë të thot, edhe kjo do të vjen, inshallah. Elhamdulillah, jemlu l-mizan. Elhamdulillah, vetëm një elhamdulillah, vjen shumë rënd në peshore të Allahut. Mirë po, jo çdo elhamdulillah. Jo vetëm në fjalë goje, jo vetëm prej goje del. Po duhet me bru prej zemre, me ditë çka do thot fjala elhamdulillah. Dhe kur të thu këto, me përjetu kuptimin, do me thanën e kësaj fjale. Për shka ka thonë po, për këto tash me ardhë këtu, dush me pas udhëzim. Një doa shumë madhështore e bojmë në gjdo reqat. Në gjdo reqat e bojmë këtë doa. Ihdina siratën mustaqim. Për me adit vlerën e kësajnë, dush me koni udhëzum. E mu këto e bojmë, edhe kjo është një udhëzim i madhë. Dhe kur thot dikush, Allah të udhëzof, të kena pas këto, të është dhikri, dua e hyrse namaz, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë namaz natës. Allahumma ihdini lima ikhtalafa fihi min al-haq bi idhnik, innaka tahdi man tasha ila sirat mustaqim. Fundi është. Kur thot dikush Allah të udhëzoft, Allah është për bleft, amin. Kom nevojë për çushkin, kom nevojë shumë, vazhdimisht kom nevojë për udhëzim. Ata do të mirë, jo, pse as jo me udhëzum, të s'pe merr vesh çfarë udhëzimi. Nuk o vetëm një lloj, vetëm me thonë shahadetin. Çdo moment kem nevojë për udhëzim, çdo moment. A me shku datas a mojtas? A me bo këta, mos me bo këto? A me nejt me këto, mos me nejt me këto? A me besu këtina, mos me besu këtina? Çdo moment kem nevojë për udhëzim. E tash që me adit vlerën, me bo këto dhikre, dush me kone uzum, me të uzu Allah në këtë sukses. Suksesi vjen vllazë për Allahut. E të ufik min Allah. Suksesi për Allahut. Mos si qo kratë. Se punën e njët e bon edhe personit tjetër, a i s'ka sukses, ti ki sukses. Ndoshta, me ma tepër për kushtim, e ka bu aj. Po si ka dhunë sukses ati në Allah. Ty të ka dhunë. Falendore Allahun. Vazhdimisht gjithmonë tu e ditë se nuk mundem me falenduru Allahun sa meriton. Falenderojmë sa të mundemi, por as pak nuk mjafton kjo sa meriton Allah me falenduru. E njeriu pra ka nevojë për me gjetë cila vepër është më e mirë. Ka vepra të mira, po cila është më e mirë. Thotë Ibn Qayyim, gjithkush e dallon të rëndësishmën prej jo të rëndësishmës. Por pak vetë e dallojnë më e rëndësishme prej rëndësishmës. Jo në të rëndësishme, po tash duhet radhitjen, cilë është më e rëndësishme, pastaj e dyta paset, e këto pak vetë. Pra ki nevojë për udhëzim. Pasi që e kom jetën e shkurt, kom nevojë për sasi, po edhe për cilësi. Duhet me ditë cila është ma e dobishme, cila është ma e mirë, cila është ma letë, cili ibadet ma letë realizot, ma letë bëhet, edhe letë e boj, edhe shumë përfitoj. Edhe për shkak tham, është ajo duaja, edhe kur të lexojmë kur Fatiha në namaz, me na shumë Allahumma ihdina siratal mustaqim, dije se po e bën dua Allahut. Allah udhëzon në rrugë të drejtë. Përjetoj këtë fjalë. Me të kaplu ndenja e domethënies kësaj fjale. Allahumma ihdina siratal mustaqim, ihdina siratal mustaqim. Edhe ka pyet pejgamberi alayhi salatu wassalam, Allahu akbar, çka do të dhikri? Po thot, ela unabbiukum bi khayri a'malikum wa azkaha inda malikikum wa irfa'iha fi darajatikum wa khayrun lakum min infaqi adh-dhahabi wal waraq wa khayrun lakum min an talaqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa adribu a'naqakum. Atë ju tregoj, atë ju informoj
për bi khajri amalikum. Khajr, ma e mira, për vepër ma të mirë. A të tërgoj për në vepër ma të mirë. Ma të vlefshme, ma të shmushme, ma të shtrajt. Wa eskaha inde melikikum. Ma e pasër të sundusi juj, të kallahu. Zeka, qka do thot zeka? Zeka do thot zekati, pastrim edhe shtim. Allahu ekber. Është edhe hadithi, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, oksimu me thalathin, me 3 gjana boj betuam. Ai pa u betu është e vërtet, pa kur ra dyshimi çka fletaj. Po thot, pasha Allahun, la yankusu malu mrin min sadaka. Pasha Allahun, pasuria e njeriut nuk paksohet prej sadakas. Pasha Allahun. Po bombe pejgamberi. Qysh po thua gjones, po thon pejgamberi, po thot. Pyete. Më unë i pa tani që i dhash 20 me 80, u paksu. S'me mërvesh prit. Po dhe kështu ka mushtu, pa kur far dyshimi. Nuk është automat. Kur Allah, me bo Allah, thot në Kur'an, me i denu njerëzit si të bojnë mëkat, jo njerëzit shkatron. Thot, as insektet, sneglat, bubrecat nuk jesin. Se nga thatit shkon edhe njome. Por Allah e shtyn. Nuk është sikur me shtiki me prek për qusë me nëzun rryma me neher. Allah të jep një afat për me u pendu. Nuk dënon me neher. Edhe shpërblimi nuk është me neher të smush me tesu Allahun. Por kjo është ligji Allahut. Kjo është ligji Allahut. Kur t'jep për hir të Allahut, pasuria ka me të ushtu. E kjo është eska. Edhe pastrohet, për shkak Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka pas haram, e vazhdon të loza të pasarës të ti me marrë zeqat edhe sadaka. Se, logikisht, me zekat, çka bën kur t'jep zekat? E pasron. Pra, është diçka e papastërt, po e pastron. Çka ndodh? Papastërtia po largohet, apo? Se me ngel papastërtia nuk u pastru. Për me u pastru, diçka duhet me u largu papastërtia. Pra, në thojza pa pasërtin po e largon. E nuk i takon Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me marr pa pasërti. Allahu ekber. Pra edhe pasron edhe shtohet. Wa irfa'iha fi darajatikum. Cila mas shumë të ju ngrit në shkallë. Për çdo hap ku shkojmë në xhami, për çdo hap ngritësh te Allahu në shkallë. Në kumë, jo me kërë. Në kumë ku shkon. As me biciklet, jo. Kjo vlen vetëm për në kumë. Kom të regu, nuk ka rukje ma të fort, sidomos për sabah me shku në kumë në xhami. E mytë shejtanën me këto. Kush është i prekun, a i duhet shumë me luftu matë shejtanën që ka, për me shku në kumë. Po e dopson, të rritja thënë, me shku në kumë. Për shkak se selefi, se thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, për çdo hap, një hap, 3 përfitime. Një shpërblim shkruhet, një mëkat fshihet, një shkallë ngritësh tek Allahu. Për shkak i kanë zoglu hapat. Jo normal, nuk kanë ecë normal. Nëse i kom 1000 hapa, prej shtëpis dhe në xhami, po i shkurtoj hapin, po i boj 2000. Çfarë llogari e kam bo, çfarë biznisi kam bo. Shto njeri bon biznis. E fela e dullukum ila tijaretin të njikum. A t'ju të regoj për një tregti, Allah po thot në Kur'an, për një tregti e cilë jep ju shpëton prej dënimit. Pra tregti boj me Allah. E kështu kam bu sahabet. Pra po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe tash nuk i me ecë këtu. Edhe e cila ja kalon kësajna, edhe për vepra tjera me çka ngritësh tek Allahu. Wa khairun lakum min infaqi dhahabi wal waraq. E ma mirë, ma dobishme për ju se sa me dhon sadaka are edhe argjend. Kjo u katët e kthejmë apet. Wa khairun lakum
en talaqqu aduwakum fatadribu anaqahum wa yadribu anaqakum. Ma mirë, ma vlefshëm për ju se me u taku me armikun, me a prej qafën, ose me ju prej juve qafën. Pra në luft rrugë të Allahut. E para çka ke? Vepra ma e mirë, kulminante. E dyta, ma e pastërt edhe çka shtohet. E treta, ma mirë se ajo çka ju ngrit shkallë lart tek Allahu. E katërta, ma e dobishme, ma e mirë, ma vlefshme se me dhon are argjend. Edhe e pesta, edhe shahid me ra. Kanë thonë, bela e Resul Allah, po, o ti e pejgamber Allah, po, tregona çka është kjo? Çka ke fillim? Ela unabbiukum, atë ju tregoj. Për diçka që është më mirë se krejt këtu. Allah, krejt këtyre po kalon. Shkurt përgjigje. Dhikrullah Teala, me përmend Allah. Me dhikri, ma mirë, vepra ma e mirë, kulminante. Ma mirë se diçka me u pastru edhe me ushtu. Ma mirë se ajo çka të ngrit shkallë tek Allah. Ma mirë se ajo me dhon are argjend. Ma mirë se ajo me shku luftë edhe me dhon jetë. Këto dhikri. Edhe transmetues Muadhi ibn Jabal radhiyallahu anhu thot, ma shay'un nuk ka ndonjë gjë e cila të shpëton enja min adhabillah min dhikrillah. Nuk ka diçka që të shpëton prej dënimit të Allahut se sa dhikri. Nuk ka asnjë ibadet që të mbron mas mirti prej dënimit të Allahut se sa dhikri. Allahu Ekber. Ky hadith vllazën kishte më na mjaftu me marrë vesh se çka është dhikri. Çfarë vlere ka dhikri. Pra e përmendi edhe për trup, ibadet e trupit, namazi, me ec, me luftu, edhe të pasurisë, me dhënë are argjend, që pasuria është binaku i kujtës. Vështirë është. E kësajna ja kalon pra dhikri. Vështirë është me dhonë, nuk mundet çdo kush. Si thojnë të na i ka i gjarpë në gjep. A nuk e dini shkreti se përfiton shumë. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, pasuria shkon një prej 3 gjanave. 3 opcione ki, nuk i ki 4. Han e pin, e qet, më falni shprehje. Vesh mbathje, vjetrot ose çkyhet, e gjun, e ndron, edhe jep sadaka, jep për Allah. Këto dyja të shkojnë, kjo jetë. Kur e ka pyet Aishën, sa ke dhon prej kurbanit mish? Herë Allah shumë kom të skep. Sa? Krejtë kom të skep, veç që një kofsh e kom dhon për neve. Krejtë e ki nalë për neve, veç një kofsh ke dhon. Herë Allah e kundër ta. Një kofsh e kom nalë për neve, krejtë e kom shpërnda. Po dhe? Veç një kofsh ke shpërnda, krejtë e ki nalë për neve. Herë Allah subhanallah e kundër ta. O që ato që ka ke dhon, ajo ka metë për neve. Ato logarite, ajo është e jonja. Subhanallah. Ka ardhur një sahabe edhe po e pyet. Po i thot: "Ana rajulan qal ya Rasulullah inna shara'i al-Islam qad kathurat alayya." O të pejgamber Allahut, këto ibadete është fjallat e nafilet. Mu kam bën shumë kallabllak. S'po mbriune, s'kom kohë dhe s'kom aftësi. Fa akhbirni bi shay'in atashabbathu bihi. Kallzom diçka çka mundet me përtheku të gjitha e të kapna për çato. Të shabbath mu kap për çato. Edhe ato vazhdimisht me bu. Çka ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? La yazalu lisanuka radban min dhikrillah. Vazhdimisht letjet gjuha e lagur me dhikr. Këto është po këthet çka e patëm ajetin, dersën e parë. Ja vledhina amenu, dhkurullaha dhikrin kathira. Por asnjë ibadet nuk thot Allah kështu. O besimtar, përmendni shumë Allahun. Nuk thot falu shumë,
Vetëm thot eqimu sala, falni namazin. Edhe pse eqimu sala nuk është thjesht falni namazin, po bëne qëndrueshëm statekin, ngrite namazin. Nuk e kem këtë tim, po nuk është thjesht me përkthy falni namazin. A tu zeka, jepni zekat. Agjeroni. Nuk thot shumë agjeron, shumë falu, shumë jep zekat, nuk thot. Vetëm bërdik thot shumë Allah. Pra edhe te ai hadithi i parë, më pas ato përfitime, nuk kupton shumë. Jo 10-15 herë. Transmetohet Ebu Hurajra, thot deri 12.000 ka numru, masane i kalon. Një profesor bash në lagje ku këna jetu në Mekë, thot në atë xhami u kona aty Emir Sultan. E ka majt një ders për istikfarin, edhe kur dola, thot mu afru një plak, dhe thot Allah është përbleft na kiknas me ders istikfar, qëfar vleri, pas ka qka, istikfar. E thot, qka kiti me istikfar, o me poj shumë istikfar, dhe qka e rite, nguroj keme u përgjigj, po tha, elhamdulillah, nuk di, une që Allah ma këthen do një doa. E sa po bën, nuk do e keme të regu. Ka insistu, si me mara, adin s'po do me të regu vetën tash, 30.000 herë në dite. Jo me 100-200. Fadhkurullah dhikren këthira. O ju besimtar, shumë përmend në Allah. Shumë e përmend. Vazhdimisht, s'ki nevojë bre jetu i gra kerit. Edhe apshe, që shejtanit mashtron, që kur tha shejtanit blazën. Pëlshon një ders. Më ndodhë atë ders 2-3 herë kingu. Mshele, bën dhikër. Po punon edhe kalshu diçka, Kur'an ose. Bën dhikër, edhe pse Kur'ani është dhikri më i mirë, por bën dhikër këto të caktuar çka janë. Bën dhikër. Qysh me këto me ibadet largon prej ibadetit tjetër, me të cilin përfiton më shumë. E po më çfarë vlerë pat. Edhe këtu kur i ka thonë këtij sahabiut, këto e ka pas përcjellim pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Pra ky hadith në farmënyrë po e jep tefsirin e atij ajeti, vet kur Allah dhikrin këthira. Pra çka do thot vazhdimisht gjua me qenë e lagur me dhikr, vazhdimisht me bo dhikr, vazhdimisht me përmend Allahun subhanahu wa taala. Me këto e arrin ato vlera të cilat ato shpërblimet të cilat Allah po jep atina, pra po thom, jo për çdo dhikr, jo për çdo përmendje Allahut, jo për vetëm fjalë goje, por ajo fjalë duhet me buru prej zemrës. Ki përfitime, ki dobi pa kurfar dyshimi, mirë po, ajo kryesorja është me e përmend Allahun të e adit për afërsisht kuptimin e atësaj fjalët të cilin po e thu. Kur e ka shpall Allah subhanahu wa taala një ajet sure Taube, me çka fillon? Allahu Akbar, kjo është sidomos për hoxhallar është. Ja ju ledhine amenu, inne këthir min el ahbari u ruhbani, le jakulune emuale nas bil batil. O ju besimtar, o ju musliman, me dëvërtet, shumë prej priftrimve, edhe prej murgjive, e hanë pasurin e njerëzve, pa drejtësisht. Allahu Ekber, kjo fjala shumë e rëndë. Ibn Kathiri, Kurtubi u krejt, Tabiri u krejt, komentator të cekun, kjo mos gabon më mashtrum, vlen vetëm për ata. I ka përmend dietarët e tyre. Edhe njerëzit, zakonisht janë lidhur, Allah, me dietarin, abet me ibadetxhin, edhe me të pasurin. Nëse këto tri lloje, këto tri grupet njerëz e prishën, pa kurrë dyshim edhe populli prishet. Po në krye janë dietarët. Edhe po thot, një prej ndoqët Thomas Arnoldi, në libër të tij thot, sidomos për këto troje të na, pse e kanë lënë krishterizmin, e kanë përqafu islamin? Sepse priftit e o kanë hungur pasurin pa drejtësisht.
Kjo kaq kushton, kjo kaq kushton, kjo kaq kushton, kjo kaq kushton. Çka murvesh kjo? Ku ke pati me mësu njerëzve fen me pare. Uma es'elukum min ajrin in ajri illa ala Allah. Çdo pejgamber pa përjashtim, nuk po ju lypi unë juve për këtë, s'ka po ju mësoj. Me më pagu. Mu Allah më pagun. Po dhe me desht, vetëm për jo një ajet, jo një fjalë, vetëm për një shkron, krejt pasuri me dhonë së mundsh me pagu. Ku ki ti mundësi me pagu Kuranin? Një shkron të Kuranit, jo krejt Kuranin, një shkron. Vetën shite krejt antar familjes shite, krejt shite së mundsh me pagu, një shkron. E le mo krejt khatme që i kaq, eudhu billah. Edhe pasaj po vazhdon, po thot Allah. E me këto që ka bod, u e sudun anë sebilillah, me këto edhe e pengojnë rrugën e Allahut. U ledhine e knizune dhehbe u l'fidda, u la yunfikuneha fi sebilillah, beshirhum bi adhabin elim, kërcënim i madh. Ata cilët grumbullojnë, bojnë stoqe, ari e argjend, këto dyja ka përmend, e dhehbe u l'fidda, ari dhe argjend, la yunfikuneha fi sebilillah, pra e grumbullojnë edhe nuk e shpenzojnë rrugë të Allahut për gëzojnë thojza, për gëzoj me dënim të dhimbshëm. Edhe kur është shpall kë, lemma nezelet walladhina yaknizuna, pra kur është shpall ky ajet, po thot sahabiu transmetuesi Thauban, robi lirum i pejgamberit alayhis salam. Ky u kon një prej atyre gjarë cilët e kanë lënë xhenazën pejgamberit alayhis salam, Thaubani. Edhe sahabet, fekale ba'du ashabihi, e kam pyet, po i thon pejgamberit alayhis salam. Ky ajet është shpall për are edhe argjend. Leu alimna ayu al-mali khairun fanattakhidahu, atëherë për cilën pasuri ke mundësi me grumbullu që mos më na dënu Allah, se ka cek, i ka veçu are dhe argjend. Jashtë aret edhe argjend, çka me grumbullu? A kere, a bakti, a çfarë pasurie? Pore, letër tash me thonë ka, çka me grumbullu? Si za vendësim. Për këto dyja, po dënoj ka Allah. Çfarë pasuri jashtë këtyre dyjave? Me grumbullu që Allah nuk na dënon. Fekal, avdaluhu, ka thumë me krasasja, ma mira, se kjo qka është, nuk po thot as ka as ato. Krejt të borë me mush me kere shtrajta. Sigur tash, i kom lidh dhe të banesa, i grumbullon. A unë e kom shumë tesha, garderub shumë prej shtrajtave. Dikush thot, nejse ma pak të na, po vende tjera, 30 par, 40 këpuci ka, prej ma shtrajtave. Ose të femnat ato që qanë të atë femnë, qka të grumbulloj qarë pasurije? Ma mira, thosht, me grumbullu, qka është? Lisanun dhakirun, gjuhën e cila përmend Allahun, e para. U kalbun shakirun, zemra e cila e falenderon Allahun. Për gjdo nimet, e falenderon Allahun, qka që ka maherët, vazhdimisht, pa ndërprerje duke pas parasysh se nuk mundi me falenderu, me lavdru Allahun sa meriton. Edhe treta shumë interesant. U zawjatun mu'minatun ta'inuhu ala imani. Gruaja besimtare e cila e ndihmon burrin në imanin e tij. Ja përkujton ibadetin, ja përkujton mos e bë këtë punë, mos e bë atë punë. Çka do të thotë kjo që në mbështetje do të thotë kjo? Tu tash po lidhet me atë hadithin që ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, çikën e martojnë 4 gjëra. Bukuria, pasuria, preardhja edhe feja. Lypën e këtë 4 të mpashallon edhe 3 kimi gjetë. Nëse ki për hir të Allahut, ka mu të duk qashtu në sy, realisht ty duket, ta bën Allah ma të bukurën.
Ma çka po përfiton? Atë janë mbështetje. Burhem e fale namazin, e fale sunetin, se për farze po se po, e bone këtë punë, more kem pak, a ki dhonë, jep sadok, bone këto, ndihmoj këtina, këshyre këto, kujdesu për ato. Mos se kjo punë nuk bon, haram është, shumë e radhë. Apo shë? Lisanun dhakirun, kalbun shakirun, o zaujetun, mu'minetun, tu'inuhu ala imani. Gjuha e lagur me dhikër, si kuraj hadithit që e patëm, zemra e cila falendron Allahun, edhe gruaja e cila e mbështet, e ndihmon, e përkra, e shtyn në iman. E pasaj çka po thotë Allahu në vazhdim këtij ajeti, yawman yuhma alejha fi nari jahannam, kërsin mirand, po vazhdon prej atina tash, dënim i dhemshëm, dhimbje përjeton, nuk është sikur këto dhimbja, dhimbja e ahiretit nuk krahasohet, sikur është përblimet nuk krahasohen, vetëm emrin e kanë përbashkët. Materia, përmbajtja, krejt ndryshe është. O yawma yuhma ditën alejha, kur goditet fi nari jahannam, në jahannam, fatugwa biha jibahuhum. Çfarë fjala? Kur me zjarr e djeg edhe lën shanjen. Ka pas për lop për vakti, me ditë e kujna është, e ka djeg, e ka pas amblemën e vetë. Tash edhe goditet edhe lën shaj. Ku goditet? Jibahuhum, junubuhum wa dhuhurum. Në ball, në krah edhe në shpinë. Pse? Ka pasuri e ngrit ballin, e prek në krah, japëm diçka, ja kthen shpinën. To tria ka mu godit. Ata që të grumbullojnë are argjend. Çka të grumbullojmë që Allah mos më na dënu? Dënimi i rëndë i dhimshëm. Lisanun dhakirun, kalbun shakirun. Gjuha e lagur me dhikër, zemra e cila falendron Allahun, edhe gruaja e cila të përkujton, ndihmon, mbështet, të shtyn, shtytës bëhet në iman. Njeriu kuptohet ka llojet grupe ndryshme, me afinitete ndryshme të njerëzve, me mundësi ndryshme, me aftësi të ndryshme. Dikush mund diçka me bë, dikush nuk mundet me bë, dikush më shumë, dikush më pak. Për krejt më e lehta, më efikase, prapë është dhikri. Në tjetër hadith thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Abdullah ibn Abbas i transmeton, thot men ajize minkum ani lejl, Allahu akbar, en ju ka bidehu. Ai prej juve i cili është nuk ka aftësi, nuk ka mundësi me kalu natën në namaz, është fjala një pjesë natës. O bekhile bil mali, është kopras, nuk mundet me dhonë, e nun fikahu. O gjebune anil adu, është frigacak me shku në luft. E një gjahidehu, me luftu. Fel ju këthir dhikra Allah, letë përmendë shumë Allah. Këtu të zavënësën. Namazën e natës, me dhonë, edhe me luftu në rrugë të Allahut. Çka zavënësën këto? Ki me najtë, ki me ushtëri, rotullohësh, krah djatë, krah të majtë, përmendë Allah në këtua i zavënësën. Pra përsëris, nuk do thotë subhanallah, alhamdulillah, u kry. Me mija herë, mos i numëro. Për këto vlen, jo për çdo dhikër. Sepse, kjo është tash rreziku tash
mos po del në regjistër të munafikëve. Çka po thotë Allah për ata? Një prej vetive të atyre çka janë. Innal munafiqina yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum. Ata kanë pas të tauhidi. Hadi Allah nuk është mashtrues, por vetëm janë disa veti që Allah ja u kthen. Yestehzi'una Allah yestehzi'u bihim. Ata talën me Allah, Allah talët me ata. Nuk e ka emrin Allah, nuk është prej vetive të Allahut talja. Nuk është Allah talës, nuk e ka emrin. Por ata talën, Allah talët me ata, ja u kthen. Ata e mashtrojnë Allahun, mendojnë që Allah e mashtron ata. U idha qamu ila salah, kur ngriten me fal namaz munafikt. Kjo është vetje munafikëve. Duhet vllazë me pas kujdes, nëse bojmë edhe na kështu, vallajnë him regjistër munafikëve. Idha qamu ila salah, kur ngriten me fal namaz. Qamu kusala, ngriten me fal namazin me përtaci. Yura'una nas, sa vetëm me pa njerëzit. Wala yadhkuruna Allah illa qalila. Nuk e përmendin Allah vetëm se pak. Nuk kanë krejt pa dhikër, ma pak e përmendin. Kush e përmend pak Allahun? Munafiku. Po ai i cili hiç nuk e përmend, ai pastaj është tjetër kategorihin, tjetër diçka ndarje e rrezikshme kjo. Kjo është ndarje e rrezikshme. Po thot pejgamberi alayhis salam, Ebu Musa al-Ash'ari u transmeton, Buhariu dhe Muslimi këtë hadith. Mathalu alladhi yadhkuru rabbahu walladhi la yadhkuru rabbahu mathalu al-hayy wal-mayyit. Shembulli atij i cili e përmend Zotin e tij, edhe atij i cili nuk e përmend Zotin e tij, është sikurse shembulli dy gjëra po i përmend, cilat kur nuk mund të bashkohen. I gjallë dhe i vdekuri. Allahu Ekber. Nuk mund të bashkohen, ose i gjallë ose i vdekur. Nuk ka kështu. Ai i cili përmend Allahun, është sikurse i gjalli, ky që nuk e përmend Allahun sikurse i vdekur. Çka patëm dersën e parë, çka tha, në një mexhlis, në një nej, disa vet janë, nuk e përmendin Allahun, ngriten sikurse para mendu të kishin hungër mishin e gomarit ngordhën. Kërcënim i madh, i rond. Çka të kushton thuj? Allahu Akbar, elhamdulillah, la ilaha illallah, thuj. Sa më ik prej kësajna. Ndërsa Muslimi transmeton, مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. Tash e bën edhe shtëpin. Shembulli i shtëpisë, të cilën shtëpi përmend Allah, edhe me atë në cilin nuk përmend Allah, sikur të shembulli i gjallët e vdekurit. Për këtë shkak pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, një prej shkaqeve, një prej arsyeve, kur sa nafilet sunetit se ka falë në xhami, gjitha e ka falë në shtëpi. Çka ka në namaz, ka shumë dhikër. Pra e përmend Allahun subhanahu wa taala. Edhe e bën ik prej asajna, i rahmukallah, që me kon munafik, la yadhkuruna Allah illa qalila, nuk e përmend Allahun vetëm se pak. Edhe ik prej asaj se me qenë edhe ti vdekur, po dhe shtëpia me qenë e vdekur. E përmend Allahun subhanahu wa taala. E me këto ja të i kalon, gjithve ja kalon. Çdo ibadeti, çdo personi vërtet, çdo personi ja kalon. Thot Ebu Hurajra radhiyallahu an, Muslimi transmeton, kana Rasulullah alayhi wasallam yasiru fi tariqi Mekka. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte në udhtim, pra edhe na me ato bashkë kena qenë në udhtim në drejtim të Mekës. Famarra ala jabalin yuqalu Jumdan. Edhe arritëm tani kodër më i madh Jumdan. Kjo është dikun 100 kilometra larg Mekës. Faqal edhe tha, siru hadha Jumdanu sabaka al-mufarridun. Esni sek
Kjo kodër është gjumdan. Edhe pasaj po thot, sebeka el muferridun. Kanë te i kalu, kanë përfitu shumë ata të rallët, i rallë. Muferridun, i rallë. Kalu, thanë, u amel muferridun, ja Resulullah, kush janë ata të rallët, ja Resulullah, e dhakirun Allah këthirën u dhakirat. Ata të cilët shumë e përmendin Allahun, edhe ato të cilat shumë e përmendin Allahut. Nuk po thot, janë ma të mirë se ata cilët të agjërojnë, e kanë te i kalu. Ata cilët falen, ata cilët jepin. Krejt e ka dhonë kuptimin e përgjithshëm, pa e veçu. A morëm vesh vllazën se çka do të thotë dhikri? A pom se çka është dhikri? Çka na takon neve tash? Në çdo hap, në çdo pozit, në çdo rrethon, me përmend Allahun subhanahu wa taala. Këto gjithkush e din, këto gjithkush mundet me bu. Këto shumë let e bon. Nuk i nevoj me pagu për me bo këto. Nuk i nevoj me marr abdes, nuk i nevoj me ungrit kom, nuk i nevoj me u kthy ka kibla, përmende Allahun subhanahu wa taala. Elus Allah fuqiplot me na bo për atyre të cilët e kanë gjuhën e lagër me Allahun, të cilët vazhdimisht e përmenden Allahun subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala alim, sallallahu alaihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Amin edhe ju.